Çlirohuni nga kapslëku, fryrja e barkut dhe gazrat brenda 1 minute duke përdorur këto 3 receta. Me stilin e ulët të jetesës dhe zakonet të këqija të ngrënit, gjithmonë e më shumë njerëz vuajnë nga lëvizjet e parregullta të zorëve. Ka shumë arsye që mund të çojnë në drejt krijimit të kapslëkut, duke përfshirë këtu edhe probleme me tretjen, që zakonisht mund të jenë edhe më të rënda në dëm të shëndetit dhe të krijojnë gjithashtu edhe komplikacionet e tyre. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Pra, ekzistojnë një grup ushqimesh që mund t'ju ndihmojnë të reduktoni kështu problemet që lidhen me kapslëkun. Megjithatë, konsultohuni me mjekun tuaj nëse keni kapslëk kronik. Nëse vuani shpesh nga tretja e dobët, fryrja e barkut, gjithashtu edhe vështirësia për të dalë jashtë, përpiquni të rregulloni më mirë dietën tuaj ushqyese. Sipas WebMed, këto janë produktet e duhura ushqyese të cilat mund t'i keni pjesë të listës suaj ditore për të përmirësuar tretjen dhe për të evituar gjithashtu problemet që i kanosen organizmit tuaj. Lule shtrydhet. Lule shtrydhet njihen për aftësinë e tyre për të forcuar sistemin tuaj imunitar, sepse ato janë shumë të pasura me vitaminën C, më shumë gjithashtu edhe me sasinë e lartë të fibrave të tretshme që gjenden te farët e lule shtrydheve, që ndihmojnë në lehtësimin e kapslëkut në mënyra krejt natyrale. Mjafton një grusht me lule shtrydhe në ditë për të ndihmuar gjithashtu edhe në lehtësimin e problemeve të jashtëqitjes. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm që mund të shtohet në dietën tuaj gjithashtu është edhe përfshirja e kosit. Edhe pse ky nën produkt i qumshtit mund të jetë i vështirë për personat që kanë probleme me tretjen, por mund të jetë një nga zgjidhjet më të mira për të lehtësuar këto shqetësime. Kjo për shkak se kosi përmban nivele shumë të mira të probiotikëve, të cilat janë gjithashtu bakterie të rëndësishme për sistemin tretës në lehtësimin e problemeve të zorrës së trashë dhe përmirësimin e jashtëqitjes. Kumullat e thata gjithashtu mund të përmbajnë nivele të mira të sorbitolit, i cili shërben si laksativ duke ndihmuar në lëvizjet më të mira të zorëve dhe duke ndihmuar gjithashtu në lehtësimin e problemeve të kapslëkut. Kumullat janë një shërbes shumë e mirë laksative duke u shtuar vazhdimisht në dietën tuaj, qoftë edhe kompostoja e kumullës si një lehtësues shumë i mirë i tretjes. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm që mund të shtohet vazhdimisht në dietën tuaj është edhe bollguri, ndoshta opsioni më i popularizuar i mëngjesit pas vezëve. Bollguri do të ndihmojë ndjeshëm në lehtësimin e problemeve të kapslëkut dhe krijimin e një jashtëqitje më të rregullt, dhe gjithashtu pa probleme të mëdha kur shkoni për të dalë jashtë. Farat e lirit gjithashtu janë një ndihmë shumë e mirë ushqyese në dietën tuaj specifike. Farat e lirit janë të mbushura me lëndë ushqyese. Vetëm një lugë gjedhe me fara liri do të ofrojë të paktën 3 gram fiber, që është 8 deri në 12% të marrjes së rekomanduar ditore për burrat dhe gratë. Pikërisht, farat e lirit mund të shtohen fare lehtë në vaktet tuaja ushqyese si një lehtësues i mirë kundër problemeve të konstipacionit dhe gjithashtu lehtësimin e problemeve të zorrëve. Fasulet e zeza janë një tjetër produkt i rëndësishëm ushqyes, që mund të ndihmojë goxha mirë në lehtësimin e problemeve të tretjes dhe në daljen jashtë pa shqetësime të mëdha. Ekspertët thonë se këto produkte ushqyese mund të jenë një nga përzgjedhjet më të mira në lehtësimin e problemeve tuaja dhe gjithashtu parandalimin e këtyre shqetësimeve. Për sa kohë i konsumoni fasulet e zezë në dietën tuaj, do t'i ofroni trupit 15 gram fibra të tretshme, të cilat mund të luajnë një rol jetik për shëndetin e zorëve dhe lëvizjen e tyre të duhur. Brokoli është një tjetër produkt fantastik që mund të shtohet lehtë në dietën tuaj dhe të lehtësojë gjithashtu problemet e tretjes. Brokoli do të ofrojë të paktën 10% të marrjes së rekomanduar ditore të fibrave, duke siguruar tretjen më të shëndetshme. Bajamet. Të pasura me yndyrna të shëndetshme, bajamet përmbajnë lëndë ushqyese duke përfshirë fibra të tretshme. Megjithatë, konsumojeni me moderim, synoni të konsumoni jo më shumë se një grusht bajame çdo ditë.
Kështu përfitimet e tyre do t'jenë gjithashtu fantastike në lehtësimin e problemeve të zorës së trashë. Nëse jeni duke përjetuar probleme të kapsllëkut kronik, shtimi i këtyre ushqimeve në dietën tuaj nuk do ju ndihmojë. Vizitoni mjekun tuaj sa më shpejt jetë e mundur dhe rishikoni stilin e jetesës dhe zakonet tuaja të ngrënit në mënyrë që të inkurajoni lëvizjen e rregullt të zorëve dhe të parandaloni gjithashtu edhe problemet e kapsllëkut. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm që fare lehtë mund të jetë pjesë përbërëse e dietave tuaja, gjithashtu është edhe kivi. Ky frut i vogël është një thesar për sistemin tretës. Kivi nuk përmban sheqer dhe nuk shkakton fryrje të stomakut. 1 deri në 2 kivi të shtuar vazhdimisht në dietën tuaj mund të jetë një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese që mund të realizoni në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Në dietën tuaj gjithashtu, mos nguroni të shtoni edhe tërshërën. E preferuar nga sportistët, një tas tërshër i shtuar vazhdimisht në vaktet tuaja të mëngjesit mund të bëjë mrekulli për shëndetin tuaj të zorës së trashë dhe lehtësimin e jashtëqitjes. Gjithashtu tërshëra është e pasur me nivele shumë të mira të fibrës të tretshme, veçanërisht të beta-glukanit që zbut jashtëqitjen duke hequr atë më lehtë nga zora juaj e trashë. Kjo bën që jashtëqitja të kalojë më shpejt. Doktorët eksperimentojnë gjithashtu edhe me produkte të kombinuara me tërshërën që mund të lehtësojnë problemet të zorës së trashë dhe të sjellin gjithashtu një jashtëqitje më të rregullt. Farat chia janë një produkt shumë i rëndësishëm ushqyes për tretjen tuaj. Mund të jenë të vogla, por janë shumë të fuqishme për sistemin tuaj tretës, duke sjellë lehtësimin e dur sipas nevojave tuaja specifike. Farat chia përthithin disa herë peshën e tyre në ujë, duke krijuar kështu një masë gjelatinoze duke zbutur atë edhe mund të shtojë gjithashtu volumin në jashtëqitjen tuaj. Janë gjithashtu të pasura me yndyrna omega-3 dhe me nivele shumë të mira të fibrave. Mjafton të shtoni 1 deri në 2 lugë gjelle ujë, kos ose smoothie, por lëreni të qëndrojë për të paktën 10 minuta. Kështu përfitimet në sistemin tretës do të jenë më të mira dhe do të lehtësoni problemet e jashtëqitjes. Kafeja është një tjetër produkt që mund të ndihmojë në rastin tuaj specifik dhe në lirimin e këtyre komplikacioneve. Një filxhan me kafe i shtuar lehtë në dietën tuaj në mëngjes mund të jetë gjithashtu një zgjedhje shumë e mirë ushqyese që mund të ndihmojë edhe në monitorimin e shëndetit të zorëve dhe lehtësimin e komplikacioneve të sistemit tuaj tretës. Nuk është thjesht kafeina. Kafeja stimulon drejt për së drejti në muskujt e zorës së trashë. Për disa njerëz funksionon vetëm brenda disa minutash pasi e kanë konsumuar, por mos e teproni sepse sasitë e larta të kafes në dietën tuaj mund të shkaktojnë probleme të dehidratimit dhe të nxisin gjithashtu probleme me përkatësimin e shëndetit të kapsllëkut. Pini më shumë ujë bashkë me kafe në mënyrë që të keni një stimul më të mirë të shëndetit të zorëve dhe të lehtësoni edhe problemet të dëmshme të tyre. Spinaqi i zjerë është një përzgjedhje ushqyese që mund të lehtësojë situatat tuaja emergjente. Shumë i shëndetshëm dhe me efekte të mira për tretjen. Spinaqi është i pasur me nivele të mira të magnezit, të cilët ndihmojnë në tërheqjen e ujit drejt zorëve. Ka gjithashtu fibra të nevojshme dhe hekur, sidomos e rëndësishme nëse kapsllëku lidhet edhe me anemin. Rekomandohet një gjysmë filxhani spinaqi i zjerë për vakt. Barishtet e zjera janë zakonisht më të lehta për të tretur se sa ato të gjalla, sidomos për ata persona të cilët vuajnë edhe nga fryrja e madhe e barkut. Në qesen plot me spinaq të freskët, rreth 280 gram, pasi gatuhen zvogëlohen në më pak se një filxhan, ndaj rekomandohet të blini më shumë nga sa mendoni. Shumica e ushqimeve ndihmojnë gjithashtu në lehtësimin e problemeve të kapsllëkut kur bie në kategorinë e pastrimit. Frutat, fibrat, farat, barishtet, drithërat e plota mund të jenë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese në rastin tuaj specifik dhe lehtësimin e problemeve të jashtëqitjes, citon Healthline. Vëmendje: ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj
ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.